Ditën e diel, në GKKO u zhvillua një seancë gjyqësore sipas kërkesës së kryebashkiakut Erion Veliaj, që ndodhet në burgun e Durrësit për zëvendësimin e masës së sigurisë. Edhe pse Erion Veliaj e ka prej 7 muajsh dosjen e tij në gjykat dhe mund të kishte bërë tashmë një proces të përshpejtuar dhe për çështjen mund të ishte marrë një vendim, vazhdon të shtyjë pafund gjyqet, por kërkon dhe zëvendësimin e masës së sigurisë. Zëvendësim masë sigurie, në fakt, kur asgjë nuk ishte ndryshuar, përkundrazi, kishin dalë fakte dhe prova të reja nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë se Erion Veliaj kishte lobuar me $220.000 në SBA dhe kishte përgatitur raporte me lobist kur mashtronte Kongresin, Senatin dhe këdo tjetër me një raport ku thuaj se Olz Dado kishte kërkuar një shtesë leje ndërtimi për të cilën prej 170 ditësh i kërkojmë ta publikoj dhe nuk e publikon kërkesën me firmën e prokurorit dhe refuzimin me firmën e kryebashkiakut, si dhe thoshte se Olz Dado ishte një antar aktiv i partisë opozitare, pra i PD-s së Sali Berishës, një gënjeshtër dhe mashtrim i madh bërë në Departamentin e Drejtësisë, Kongres, apo në kontaktet e mbajtura në lobimin $220.000. Zhvillohet seanca gjyqësore dhe dje fillojnë mediat dhe nxjerrin proces verbalet e seancës me dyert të mbyllura, me një argument sërish të gënjeshtërt, sërish të mashtrim, sërish si tek lobimi. Nga të njëjtat media, mediat e paguara nga inceneratorët, mediat e paguara nga vëllai i Erion Veliajt, Arber Veliaj, i cili ndodhet në hetim, ku thuhet se prokurorët Olz Dado dhe Altin Dumani kishin thënë se Erion Veliaj duhet të qëndrojë në burg se ka marrë një avokat amerikan. Kjo i përket një tjetër shkrimi. Pyetja është shumë e thjeshtë. Nga i gjeti proces verbalet e seancës me dyert të mbyllura media? Kush ja dha? Tashmë skema është zbuluar. CNA, rreth një vit më parë, publikoi dosjet e përgjimeve të Erion Veliajt nga burgu i Durrësit, të cilat i kishin dhe shumë media të tjera, por nuk i publikuan. I kishin në duart e tyre, por nuk i zbardhen. Pikërisht ato media që dje nxorën proces verbalet e gjyqit. I kishin ashtu siç i kishim dhe ne, por nuk guzuan t'i nxirrnin ato përgjime, por nga ana tjetër filluan me akuza. Kush i gjeti? Pse i gjeti? Kush ja dha? Hodhën akuza edhe mbi prokurorët, njësoj si dje. Në vend që të mbështesnin median që po nxirrte një përgjim skandaloz, ku mediat përdoreshin si letër higjienike, akuzonin kolegët që kishin bërë punën e tyre. Sot, në mënyrën më të neveritshme, bëhen zëdhënësve të kryebashkiakut të Tiranës nëpërmjet avokatëve të tij, apo vëllait nën hetim që paguan paratë e reklamave dhe mashtrojnë dhe zbardhin proces verbalet e gjyqit me dyert të mbyllura. Dhe përveç se zëdhënës, lind një pyetje. Ku i morën proces verbalet? I morën nga prokurorët apo nga gjykata? Kush ju dha? Duhet të theksojmë se seanca e masës është me dyert të mbyllura. Kush dolën proces verbalet? Kush i nxori? Mos vallë avokatët e Veliajt janë ata që nxorën përgjimet e Veliajt në dokumentet e para për t'u akuzuar prokurorët, siç po veprojnë në këtë rast duke përdorur bashkëpunëtorët e kryebashkiakut? Nga gjykata i morën avokatët. Pra janë avokatët, ata që ju a kanë dhënë zëdhënësve të Erion Veliajt, që dje bënin gjyqin pse dilnin përgjime skandaloze dhe sot marrin proces verbalet, manipulojnë, siç bën një vit më parë, kur gënjyen me audion e prokurorit Olz Dado. Në të njëjtën formë, po sillen dhe tani, përdorin dhe ndonjë avokat të krimit, ish bashkëpunëtor të Ramës, armik të tij tashmë, ushtar të kryebashkiakut, për të ngritur një tymnaj me disa proces verbale, të cilat në vend që mediave t'i shërbenin për të nxjerrë të vërtetën, për pagesat e reklamave apo qokat me Erion Veliajn, janë kthyer në letër higjienike mediatike, shërbejnë për mashtrim publik.